Vazhdojnë helmimet normalisht që ta kuptoni çdo gjë është një lojë e madhe që duan të çojnë drejt rivendosjes së madhe. Janë të gjithë bashkë. Kot bëjnë sikur zjene, sikur luftojnë. Shikojni, s'ndalen edhe që janë luftrat, ku i kam parat edhe gjithë të lloj organizimi. Shikoj, s'ndalen me helmime të barit që janë kafshët, me barium, me strocium, me alumin. Shikoj, të gjitha janë artificiale. Një tore e Dexhalit e djallit e komandon këtë planet e këtë botë. Prandaj themi janë bashkë, se edhe në Rusi po të shikosh vazhdojnë hedh Putinin në për qytete. Edhe në Iran janë hedhur gjithë kohës, edhe pandemia po ashtu në të gjitha këto vende. Pra ku ka spërkatje, ku ka pasur pandemi, janë të gjithë bashkë. Gjithë ky plan për të elmuar barin, për të elmuar kafshët që janë barin, për të elmuar njerëzit që janë kafshët, për të na elmuar ne nëpërmjet frymëmarrjes, janë shtuar smundjet, janë shtuar meshkuj steril që nuk lindin dot. Në Shqipëri janë mbi 30% të djemve të ri që nuk lindin nëpërmjet ushqimeve sintetike, nëpërmjet pijeve dhe patatinave dhe çokoladave. Po ju hiqet hormoni mashkullor meshkujve dhe femrave, hormoni femëror. Femrat po bëhen meshkuj dhe meshkujt një pjesë e madhe po bëhen femra. Një luftë e madhe, ruani fëmijët nga ushqime sintetike. Hani sa më shumë gjëra organike të thjeshta. Mos i mësoni fëmijët me Coca-Cola dhe me pije të tjera dhe me ushqime sintetike, me patatina, me biskota, sidomos të kompanive të mëdha. Zoti na ruajt.